Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmet më shërplotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në këtë botë të mbushur me zhurmë, me nxitim dhe me shqetësime, njeriu kërkon vazhdimisht një vend ku zemra të gjejë qetësinë dhe shpirti të ndjejë atë rehatin që i mungon. Ai provon shumë rrugë për të arritur lumturinë, por shpesh kupton se kënaqësitë kalimtare nuk e mbushin boshllëkun që ai ka përbrenda. Zemra e njeriu është krijuar për diçka më të lartë, për një lidhje që nuk prishet dhe për një dritë që nuk shuhet. Allahu i lartësuar, nga mëshira e tij e pafundme, ua ka treguar robërve rrugën e qetësisë dhe të shpëtimit. Kjo rrugë është përmendja e Allahut, dhikri, i cili e gjallëron zemrën, e pastron shpirtin dhe e forcon besimin. Kur gjuha e përmend Allahun dhe zemra lidhet me Zotin një dhe të vetëm, njeriu ndjen siguri, edhe mes vështirësive dhe shpresë njëkohësisht edhe në raste dhe çaste më të errta. Dhikri, pra përmendja e Allahut, është një dhuratë hyjnore për ata që kërkojnë afërsinë e Allahut dhe dritën e udhëzimit të Zotit të gjithësisë. Kush e mbush jetën me përmendjen e krijuesit, fiton qetësi në zemër, begati në vepra dhe shpresë të madhe për të jetuar një jetë të amshuar. Nëpërmjet dhikrit, njeriu nuk mbetet kurse si i humbur mes dallgëve të errta të kësaj bote, por ecën me siguri dhe me vetbesim se ata e drejton Zoti një dhe i vetëm dhe ai ecën me këtë vetbesim dhe siguri drejt mëshirës së Zotit të Madhërisëm. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme ajetet e surës Fajr, që është surja e 89 e Kuranit familart. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Betohem për shkrepjen e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhulhixha. Betohem për çiftin dhe tekun dhe natën kur largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Vallë, a nuk e di ti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad, banor të Jerimit me pallate shumë shtyllshme, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata, dhe me fisin Themud, që gdhendi shkëmbint në lugim për të bërë shtëpi, dhe me Faraonin, njerëzin e hujnve, ku torturonte njerëzit, Të gjithë këta shkelën çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shthurjen dhe korrupsionin,
Prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit. Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Për sa i përket njeriut, kur Zoti i tij e sprovon atë, duke e ngritur lart dhe duke i dhënë mirësi, ai i thot: Zoti im më ka nderuar. Po kur e sprovon ata, duke i angushtuar mjetet e jetesës, ai thot: Zoti im më ka poshtëruar. Nuk është kështu, por ju nuk silleni mirë me jetimat dhe nuk e nxisni njëri tjetrin për t'u ushqyer të varfrit. Trashëgiminë e të dobëtëve e zhvatni me lakmi të pangopur dhe e doni pasurinë me një dëshirë të pavzitur. Por s'ka gjë, kur toka të bëhet copë e thërrime, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me ëngjëjt të rreshtuar radh pas radhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por që duhet se u kujtua. Ai do të thotë: as sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të dënoj siç dënon ai, e askush nuk mund të lidh në pranga siç lidh ai. O ti shpirti i qetësuar, ktheu tek Zoti yt i kënaqur me atë dhe ai i kënaqur me ty. Bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhenetin tim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, pasi ndoshëm surën e përzgjedhur për ditën e sotme, surën Fajr, e cila përmban shumë mësime dhe vërejtje për besimtarët, jo besimtarët dhe për të gjithë njerëzit, do ftoja të ndiqnim tashmë rubrikën e temës për ditën e sotme, ku do të flasim rreth dhikrit, ku bazuar në dy ajete të Kuranit familjar, në ajetin 28 dhe 29 të surës Ra'd. Pra çfarë është dhikri? Përmendja Allahut të lartësuar dhe si bëhet ai. Allahu i lartësuar e ka krijuar zemrën e njeriut, që të kërkojë qetësinë, dritën dhe mbështetjen çdo ditë më shumë. Njeriu jeton mes sfidave, lodhjeve, sprovave dhe pasigurive, por mes të gjitha këtyre dallgëve të errta, ekziston një streh e sigurt që kurrësi nuk humbet dhe nuk shembet kurrë, dhe ajo është përmendja e Zotit të gjithësisë. Kur shpirti lidhet me krijuesin e tij, ai gjen atë që nuk mund ta jap as pasuria, as fama, as pushteti dhe as kënaqësitë e kësaj bote. Zemra ka nevojë për Allahun më shumë se sa trupi ka nevojë për ushqime, për ujë. Prandaj, dhikri nuk është thjesht një fjalë që shqiptohet me gjuhë, por është jetë për shpirtin dhe dritë për zemrën. Allahu i madhëruar thot në surën Ra'd, në ajetin 28 dhe 29, se Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besojnë dhe zemrat të cilëve, kur përmendet Allahu qetësohen, vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka çdo mirësi dhe vendbanim të mrekullueshëm. Këto ajete fisnike janë ndër ajetet më të bukura që sqarojnë fuqinë e dhikrit dhe ndikimin e tij në jetën e besimtarit. Dhikri do të thotë përmendje, kujtim, lidhje vazhdueshme me Allahun e lartësuar. Dhikri e përfshin çdo formë adhurimi në të, pra me të cilin njeriu e kujton Zotin e gjithësisë, tesbihu, falënderimi, istighfari, lutja, leximi i Kuranit, namazi, salavati dhe çdo vepër tjetër e mirë që bëhet për hir të Zotit të gjithësisë. Pra, dhikri nuk kufizohet vetëm me gjuhën, por përfshin zemrën, niyetin, mendjen dhe veprat e njeriut. Kur njeriu e kujton Allahun me zemër të sinqertë, ai e ndjen praninë e mëshirës hynore në jetën e tij. Qëllimi i përmendjes në ajetet e lartë përmendura nuk është vetëm përmendja e Allahut me gojë, pra të themi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar e shumë të tjera, por qëllimi i këtyre ajeteve ka ardhur përveç kësaj edhe për diçka tjetër, që është të drejtohemi tek Allahu me zemër e me shpirt dhe të jemi të vetëdijshëm se Allahu është i pranishëm dhe na shikon dhe me dijen dhe me mëshirën e tij në çdo kohë që ne jemi. Kjo lloj përmendje na vën në lëvizje drejt mirësisë dhe na largon nga gabimet e mëkatet. Kjo është një përmendje që ka begati të shumta, ashtu siç tregohet dhe në transmetimet profetike. Ajeti thot: me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat.
Kjo është një e vërtet që dëshmon jetën e çdo besimtari. Zemra shpesh shqetësohet nga frika e së ardhmes, nga pendimi për të kaluarën, nga humbjet, nga padrejtësitë dhe nga sprovat. Por kur gjuha thot, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, zemra fillon të ndjej atë qetësinë. I kthehet ritmi shpirtit, sepse njeriu e kupton që po të mbështetet e krijesa, ajo është krijesë se ai nuk mund ta ndihmoj. Aq sa mund të ketë para syve mund ta ndihmoj, por nëse mbështetet tek Allahu dhe përmend dhikrin siç e tham, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, atëherë njeriu e kupton që forca i vjen nga një forcë e cila është e pashtershme nga Zoti i gjithësisë. Kur njeriu i drejtohet Allahut me lutje, ai kupton se nuk është vetëm. Kur lexon Kur'an, ai merr udhësim. Kur bën istighfar, njeriu çlirohet nga barra e gjunaheve. Dhe kështu, dhikri bëhet ilaç për plagat e shpirtit. Dhikri të nderuar dëgjues dhe shikues, bëhet së pari me gjuhë, sepse besimtari e përmend Allahun me fjalë të bekuara, si subhanallah, i pastër nga çdo emet dhe mangësi është Allahu. Alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Dhe la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër të denjë për t'u adhuruar sesa Allahu. Këto fjalë janë të lehta për gjuhën, por të rënda dhe peshojnë shumë në peshorin e veprave në ditën tjetër. Ata mund të thuhen në çdo kohë, kudo që të jemi, në mëngjes, në mbrëmje, gjatë ecjes, në punë, në vetmi, e shumë bënde të tjera. Dhikri të nderuar dëgjues dhe shikues, përveç se bëhet me shisën e të folurit, dhikri njëkohësisht do të bëhet edhe me zemër. Si bëhet kjo? Kjo do të thotë që njeriu jo vetëm ta shqiptoj atë si fjalë, por ta ndjej deri në thellësinë e tij dhe ta ndjej madhështinë e Allahut, ta kujtoj mëshirën e Zotit të gjithësisë, të friksohet nga dënimi dhe të shpresojë në faljen e Allahut Zotit një dhe të vetëm. Dhikri bëhet edhe me vepra njëkohësisht. Kur njeriu fal namazin, ai është në dhikër të vazhdueshëm. Kur jep sadaka, ajo gjithashtu është një dhikër për njeriu. Kur ai respekton prindërit, ndihmon nevojtarin, ndihmon një person që ka nevojë, mban premtimin, ruan gjuhën nga e keqja dhe ecën në rrugën e drejtë, atëherë të gjitha këto që ai bën, duke përmendur Allahun dhe duke u larguar nga mëkati, kjo është një dhikër që ai bën gjatë gjithë kohës së tij. Dhe veprat e mira janë forma praktike e dhikrit, ne themi që besojmë në Zotin një dhe të vetëm. Ne themi që nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, por këtë duhet ta shfaqim në veprat tona. Dhe si shfaqet me këto mirësi që ne i përmendëm, pra duke u falur, duke dhënë sadaka, duke ndihmuar të tjerë, duke respektuar prindërit, duke ndihmuar nevojtarin, duke mbajtur premtimet e shumë të tjera. Në ajetin pasues, pra në ajetin 29, Allahu përmend dy cilësi, përmend besimin dhe veprat e mira. Kjo tregon se dhikri i vërtet duhet të shoqërohet me iman, besim dhe me punë të mira. Dhe nuk mjafton vetëm fjala pa vepër, sepse siç e kemi thënë në fenë e pasë islame, ne shqiptojmë dhe veprojmë ashtu siç kemi shqiptuar. Pra, nëse ne shqiptojmë shahadetin, duhet të ecim sipas rregullave dhe legjislacionit të fesë së pasë islame, fesë Allahu xhaleshanhu, dhe nëse neve themi që besojmë në Zotin një dhe të vetëm, atëherë duhet të falemi, duhet të agjërojmë, duhet të bëjmë ibadetet dhe duhet të sillemi si besimtar të denj ashtu siç goja jon shqipton. Kur besimi, dhikri dhe veprat të treja këto bashkohen, njeriu atëherë me të vërtet arrin lumturinë e vërtet. Prandaj, ajeti 29 i surës Ra'd thot, ka çdo mirësi dhe vendbadim të mrekullueshëm për atë që beson në Allahun dhe bën vepra të mira. Pra lumturia dhe mirësia këtu është qetësia e zemrës në këtë botë, ndërsa kthimi i mirë është xheneti në botën tjetër. Njeriu i sotëm të nderuar dëgjues dhe shikues, kërkon qetësi në shumë vende, në pasuri, në udhëtime, në argëtime dhe në gjëra kalimtare, por shpesh ai mbetet i zbrazët brenda vetes. Dhe arsyeja është se zemra është krijuar për të kthyer tek Zoti i gjithësisë, për të kërkuar atë qetësinë që gjen vetëm tek Allahu i madhëruar. Ashtu si toka e tharë gjallërohet nga shiu, ashtu dhe zemra e tharë gjallërohet nga dhikri.
Kur njeriu e lë dhikrin, zemra fillon të ngurtësohet dhe shqetësimi shtohen, edhe nëse jashtë duket i qeshur dhe i kënaqur. Por kur ai kthehet tek Allahu me një astaghfirullah të sinqert apo me një lutje të ndjerë nga thellësia e shpirtit, hapen dyert e mëshirës dhe zemra ndjen lehtësim. Prandaj robi i mençur nuk e pret vetëm kohën e vështirësisë për t'u kthyer dhe për ta përmendur Allahun, por ai e kujton Zotin e gjithësisë në çdo gjendje, qoftë ai në gëzim, në zemërim, në pikëllim, në bollok dhe në mangësi dhe në shëndet edhe në sprov. Besimtari duhet ta bëjë dhikrin pjesë të përditshmërisë së tij, të zgjohet me përmendjen e Allahut, të fillojë punën me bismillah, të falenderojë për çdo mirësi, të kërkojë falje për çdo gabim dhe ta mbyll ditën me lutje drejtuar Zotit të Gjithësisë. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, të doja t'ju thoja në mbyllje të emisionit për ditën e sotme se dhikri është çelësi i zemrës së qetë. Është jeta e zemrës, drita e shpirtit, rruga drejt Zotit të Gjithësisë për të fituar kënaqësinë e Tij. Dhe është rruga e vetme për të marrë atë lumturinë e vërtetë. Këto dy ajete që na përcollën për ju në ditën e sotme, ajeti 28 dhe 29 të surës Ra'd, na mësojnë se qetësia nuk gjendet larg Allahut, por gjendet në përmendjen e Zotit të Gjithësisë, dhe kush e përmend Allahun sinqerisht, do të gjejë paqe në këtë botë dhe shpërblim inshallah në botën tjetër. Prandaj, le ta mbushim jetën tonë me dhikr, zemrën tonë me qetësi, me besim dhe të lulëzojmë në këtë botë me dritën e Zotit të Gjithësisë. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju uruar një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن